Si u kam? Wow! Vetëm për një ditë mbi 1 milion klikime. Sinqerisht, unë dua ta duartrokas Gjestin edhe DJ Gimbon për kryeveprën që kanë bërë. Unë nuk i quaj vepra, por i quaj kryevepra. 5 këngë, 5 hite, 5 këngë me miliona klikime në YouTube. Akoma pa bërë 24 orë, Gjesti dhe DJ Gimbo thyen rekordin e radhës. Unë jam shumë i bindur që dhe Gjesti është i mahnitur se nuk e ka pritur se kaq shumë ju ka munguar, se kaq shumë keni patur nevojë për këngët e tij, për hitet e tij, për muzikën e tij, për artin e bukur që ky djalë e sjellën në skenë. 5 këngë që ishin të pesta të veçanta, 5 këngë që ishin të paktën si një serial, do me thënë nisën nga pjesa që njerëzit dëshironin që Gjesti të dështon, tek pjesa e rikthimit të tij kënga e dytë, te kënga e tretë ishte një pjesë meme që lidhet me TikTokun, me histori, me dashuri etj etj. Dhe më pas do me thënë tek merita e tij, tek suksesi dhe tek rrugtimi i bukur i muzikës, që ky rrugtim i tërë i kushtohet vetëm një ëngjëllit lart në qiell. Në fakt jam befasuar. Këngët u lançuan në një kanal të thjeshtë, u lançuan tek kanali i Gimbo, sepse do me thënë akoma që unë nuk dua ta besoj, vazhdon problematika e Gjestit me On Air, por ka zgjidhje, do me thënë Gimbo si një shok i përbetuar, si një mik i dashur i Gjestit, bëri të pamundurën që hapi një kanal dhe në një kanal anonim në një farë mënyre, të dy çunat nxorën punën e tyre, një punë që në fakt po ju ndalohet që ta bëjnë, sepse gjithmonë suksesi tek ne nuk të pranohet, do me thënë ne jemi një popull që fatkeqësisht njeriun e suksesshëm mundohemi që ta zhysim, mundohemi që ta shkelim me këmbë, mundohemi që të mos i japim hapësirë, do me thënë xhelozinë e kemi në shpirt. Dhe pikërisht kjo gjë është bërë tek Gjesti në të gjitha dimensionet. Në të gjitha dimensionet. Jo vetëm tek Gjesti, keni shumë njerëz të cilët kanë shumë kapacitet, kanë shumë potencial, kanë shumë zgjuarsi në këto drejtime, por më në fund do me thënë mundohen që t'i zhysin sepse nuk ja urojnë dot suksesin. Dhe Gjesti, duke patur gjën më të shtrenjtë, do me thënë ajo që akoma ndoshta edhe artistët nuk e kuptojnë, xhelos etj që mundohen të lëndojnë, nuk mundesh ti të lëndosh, nuk mundesh ti të gjuash në tokë, nuk mundesh ti domethënë t'ja mbyllësh dyert një artistit i cili ka derën më të madhe, publikun. Do thënë është publiku që e mban në këmbë, është publiku që e mbështet. Dhe dje publiku thjesht edhe një herë e tregoi dhe dëshmoi që pa marrë parasysh në çfarë do kanali që ti nxjerrësh, ne të japim vulën, ne të çojmë 1 milion. Dhe Gjesti arriti 1 milion klikime e më shumë në fakt, me 5 këngë që i solli. Unë uroj që projektet e Gjestit të mos ndalojnë, uroj që të vijë edhe më fuqishëm, që të paktën publiku shqiptar të argëtohet verës me zërin e Gjestit dhe me të veçantën që e ka ky djalë. Do të thënë është shumë i veçantë në të gjitha dimensionet dhe kjo gjë e bën të bukur.